Moti bën kthesën e papritur për nesër, ja çfarë pritet të ndodhë me temperaturat. Ditën e njëjtë vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme. Moti parashikohet alternime, vranësirash dhe kthjellime. Vranësirat do të pasohen me reshje shiu prej orëve të para të 24 orëshit, fillimisht në veri perëndim të vendit. Nga orët e mëngjesit deri në mesditë reshjet do të shtrihen në pjesën më të madhe të territorit me intensitet të ulët e lokalisht në veri perëndim shtrëngata afat-shkurtra. Prej orëve të mesditës deri pasdite, reshjet e shiut priten të herpashershme me intensitet të ulët dhe të karakterit lokal deri në orët e vona të pasdites. Gradualisht, pas orëve të pasdites, reshjet humbasin intensitet dhe lokalizohen në male. Temperaturat maksimale do të rrinë deri në 30 gradë Celsius, ndërsa ato minimale në 13 gradë Celsius. Era do të fryjë me drejtim kryesor nga kuadrati i perëndimit me shpejtësi mesatare 7 metra në sekond, ndërsa në zonat luginore dhe përgjatë vijës bregdetare në jug, era do të arrijë me shpejtësinë 7 deri në 13 metra në sekond. Valëzimi në det do të jetë i forcës 1 deri në 3 ball.